Ndërsa Shqipëria prej 80 ditësh vjon protestat kundër qeverisjes së tij, kryeministri Edi Rama është shfaqur në Berlin ku ka prezantuar ekspozitën e tij të re artistike, Kreiseleizing. Në një intervistë për El País, Rama flet për jetën mes politikës dhe artit, vitet e diktaturës, karrierën si piktor, transformimin e Tiranës gjatë kohës që ishte kryebashkiak dhe mënyrën se si vazhdon të krijojë dhe gjatë mbledhjeve qeveritare. Ekspozita në Berlin përfaqëson një tjetër fazë të aktivitetit të tij artistik. Rama ka kaluar nga piktura te skulptura, duke marrë pikturat e tij të mëparshme dhe duke i shndërruar në vepra tridimensionale. Ai tregon se përdor inteligjencën artificiale për të krijuar modele digjitale, më pas printimin 3D dhe në fund ndërhyn vetë me dorë. Për Ramën arti është më shumë se një pasion. Ai e përshkruan si një mënyrë për të përballuar presionin e politikës. Arti është një përpjekje për të mos u çmendur, sepse politika mund të jetë çmenduri, shprehet ai, duke shtuar se përfshirja në politikë mbart rrezikun që njeriu të humbas kthjelltësinë. Rama rikthehet edhe te vitet e diktaturës kur studioi në Akademinë e Arteve në Tiranë. Sipas tij, shkolla ishte profesionale por pa liri artistike. Dominonte realizmi socialist dhe historia e artit ndalej te Gustave Courbet. Veprat moderne u prezantoheshin studentëve vetëm përmes kritikave dhe akuzave ndaj asaj që regjimi e konsideronte art të degeneruar. Një rol të veçantë në jetën e tij pati edhe basketbolli. Rama tregon se luajti me kombëtaren shqiptare dhe se sporti ishte një nga rrugët e pakta që i mundsonin të udhëtonte jashtë vendit. Qëllimi i tij megjithatë nuk ishte vetëm sporti. Ai dëshironte të shihte muzet evropian. Në një udhëtim në Vjenë në vitet 80, Rama u nis në këmbë për të gjetur muzeun e historisë së artit, por kur mërriti zbuloi se ishte e martë dhe muzeu ishte i mbyllur. Për ta vizituar ju desh të priste edhe 5 vjet. Në vitin 89, gjatë një tjetër udhëtimi, ai arriti më në fund të vizitonte Galerinë e Arteve në Bremen. Përjetimin e përshkruan si tronditës, pasi për herë të parë u përball drejt për drejt me veprat e artistëve që deri atëherë njihte vetëm nga përshkrimet dhe materialet e kufizuara që qarkullonin në Shqipërinë komuniste. Pas rënies së perdës së hekur, Rama u zhvendos në Paris në vitin 94 me një bursë në Cité Internationale des Arts. Për një periudhë jetoi duke shitur pikturat e tij dhe duke udhëtuar, por në vitin 98 ai u kthye në Shqipëri për të bërë ministër i kulturës. 3 vjet më vonë mori drejtimin e Bashkisë së Tiranës, që e mbajti për një dekadë. Një nga projektet që lidhet më shumë me periudhën e tij si kryebashkiak ishte transformimi vizual i Tiranës. Rama kujton një kryeqytet të varfër me infrastrukturë të amortizuar, ndërtime pa leje dhe vetëm 78 shtylla ndriçimi funksionale. Në këtë situatë ai vendosi të ndërhyjë edhe përmes ngjyrave. Fasadat e ndërtesave komuniste u mbuluan me forma dhe ngjyra të forta duke ndryshuar pamjen e qytetit. Rama pretendon se ndryshimi i hapësirës publike ndikoi edhe në sjelljen e qytetarëve. Sipas tij, në zonat ku u ndërhyj, njerëzit nisën të paguanin më shumë taksa dhe u përmirësua edhe siguria. Bukuria dhe pastërtia janë më frikësuese se policia, thot ai, duke argumentuar se një hapësirë publike e mirëmbajtur i bën qytetarët më pak agresiv ndaj saj. Në vitin 2013 Rama u bë kryeministër dhe politika u kthye në qendrën e jetës së tij. Megjithatë ai nuk e braktisi artin. Madje ai shpreh se arti dhe politika nuk duhet të përzihen. Sipas tij, arti nuk duhet përdoret për të dhënë verdikte politike apo për të zgjidhur konfliktet e botës. Arti nuk ka për qëllim të ndryshojë botën, ai duhet të ndryshojë perspektivën e njerëzve, shpreh Rama. Por paradoksalisht arti është i pranishëm edhe në qendër të aktivitetit të tij politik. Rama tregon se vizaton gjatë mbledhjeve, konferencave dhe takimeve zyrtare. Ai e quan këtë një mënyrë për të detoksifikuar dhe për të larguar atë që e konsideron si helmin e politikës. Në muret e zyrës së tij në kryeministri janë vendosur edhe shumë prej veprave të tij. Ato janë parë nga lider të shumë ndërkombëtar që kanë vizituar Tiranën. Rama tregon me humor se ka nisur të regjistrojë reagimet e tyre dhe përmend emra si John Kerry apo Mark Rutte. Por një prej episodeve më interesante lidhet me një lider të huaj emrin e të cilit nuk e zbulon. I ftuari duke parë pikturat shumë ngjyrshe në muret e kryeministrisë pyeti Ramën se ku ishte zyra e tij. Kjo është zyra ime, i tha kryeministri. Lideri huaj i habitur nga pikturat e pyeti se çfarë ishin ato dhe nëse Rama kishte pikturuar direkt mbi mur. Kur mori shpjegimin se ishin veprat e tij artistike, vizitori i tha se e konsideronte Ramën një njerëz të çuditshëm dhe se kishte menduar se ajo hapësirë ishte një vend ku kujdeseshin për fëmijët e punonjësve. Përgjigjja e Ramës ishte ironike. Jo, i vetmi fëmijë që është këtu jam unë. Në intervistë kryeministri flet edhe për marrëdhënien mes artistëve dhe politikanëve, duke kundërshtuar idenë se njëra palë është domosdoshmërisht më e mirë se tjetra. Artistët mund të jenë të këqinj dhe politikanët mund të jenë ëngjëj, thot Rama. Ai gjithashtu deklaron se nuk u ashet veprat e tij shqiptarëve apo personave që kanë biznese në Shqipëri, duke thënë se galerive u kërkon të verifikojnë blerësit e mundshëm për të shmangur konfliktet e interesit. Kështu ndërsa në Shqipëri vijojnë protestat kundër qeverisë së tij, Rama vazhdon të prezantohet jashtë vendit në një tjetër rol atë të artistit. Në Berlin ai ekspozon skulpturat e tij, në intervista flet për pikturën, politikën dhe diktaturën, ndërsa në zyrën e kryeministrit vazhdon të vizatojë gjatë mbledhjeve. Dy botë që Rama këmbgul se duhet të qëndrojnë të ndara, por që në rastin e tij duket se bashkëjetojnë çdo ditë.